Personi Charles McGonigal, që është në foto, drejtonte atë që quhej hetimi uragan në administratë, njësoj sikurse punoja dhe unë për administratën. Dhe me veprimet që bëri pothuajse sabotoi të gjithë punën e administratës së tij. Charles McGonigal tani është dënuar me 6 vite burgim për disa akuza. Njëra prej tyre ka qenë pranimi i rrushpeteve prej zyrtarëve shqiptar dhe shumë prej tyre kanë qenë prej atij që ishte dhe që është kryeministri i Shqipërisë, por ka pasur edhe hetime të tjera në krah të hetimit uragan, ku përfshiheshin edhe lider të tjerë nga Mbretëria e Bashkuar, nga Australia, Italia e të tjerë. Dhe tani, duke pasur në konsiderat rolin e McGonigalit në këtë hetim dhe rolin e Shqipërisë në dënimin e tij me burgim, mikroskopi qëndron tek fakti nëse kryeministri i Shqipërisë ishte në dieni të asaj që po ndodhte në vitin 2016 apo nuk ishte në dieni.